Ke ardhur sot këtu për Kam bërë ardhur rezet. herda dije, Po. aparati i shprishur. Na te pelena erdha sot, aparati i shprishur. Sa do vuaj unë të paguaj makinën të më marë, të më shpjerë, të më bjerë që të bëj një reze. Prandaj i lutemi kryeministrit të verë dorën në zemër për këta njerëz të smur që vuajnë me jetën. Tani, kur i ke nisur rezet ti? I kam nisur në datën 24, 25, kështu i kam nisur. Dhjetorit dhe po vazhdoj do vete dhe në shkurt do harrisë, nga ajo që nuk i bëj, do harris deri në shkurt. Çfarë ka thënë doktori nëse nuk i bën sipas protokollit ditë pas dite? Po doktori thotë që nëse ti nuk i bën ditë pas dite, as unë s'kam atë efektin e rrezës që bëj, se nuk e marr dot. Se po të ishte ashtu doktori nuk më thoshte shko bëj dhe ditë për ditë, po më thoshte hajde një herë në javë. Hajde kur të duash. Ose hajde kur të duash ti, kur të kesh shko, ose kur të kesh mundësi. Prandaj i lutemi të vënë dorë në zemër ata që janë kompetent për këtë punë. A i mendonit se do vinte një moment që do përballeshit kështu? Kurrë nuk e mendoja. Dhe nuk e dija këtë spital dhe nuk e ndërroja këtë spital. E ndërrova ma pruri Zoti, po të paktën të na ndihmoj ropi. Të na ndihmojnë njerëzit që janë kompetent për këtë punë. Do t'i lutemi shumë kryeministrit që erdhi para 10 ditë, 15 ditë këtu në spitalin onkologjik. Për të na parë dhe për të na ashtu. Të vim nga Tepelena, nga Korça, nga Vlora, nga Përmeti, nga gjitha rrethet dhe të përpiqemi këtu te spitali onkologjik. Jo se kanë faj doktorët për këtë punë, se s'kan çfarë bëjnë këta doktor këtu, s'kan çfarë bëjnë këta doktor këtu. Po i lutemi kryeministrit të hap një spital tjetër, se neve po vuajmë me jetën tonë. Po bëjmë luftë me jetën tonë. Çfarë do bësh tani? Çfarë do bëj tani? Ja unë kërkoj ndihmë. Do kthehesh prap në zonën tënde për të ardhur prap nesër? Do kthehem prap dhe do vi prap, se s'kam çfarë bëj, unë ma kërkon trupi dhe do ta bëj atë, se po vuaj me jetën time dhe do vi se s'bën, luftoj që të rroj aq sa të më jap Zoti shkruar.